Bonavet Gjakova ka instaluar një pajisje të specializuar për matjen e cilësisë së ajrit, e cila siguron të dhëna në kohë reale për ndotjen e ajrit në këtë zonë. Ky matës është një hap i rëndësishëm për ndërgjegjësimin mbi cilësinë e ajrit dhe për të ndihmuar qytetarët të jenë më të informuar mbi ndotjen që mund të ndikojë në shëndetin e tyre, kështu bëri të ditur përgjegjësi për teknologji Laborim Çrmjani. Pajisja për kualitetin e ajrit është një pajisje e cila është licencuar për matjen e kualitetit të ajrit brenda dhe jashtë objekteve. Në Gjakova përdorin për shembull një matë kualitetin e ajrit që është në hapësinat e jashtme, mi tregu dhe qytetarëve për shembull që çysh është kualiteti i ajrit brenda qytetit të Gjakovës. Kjo më tepër është për shembull si një vedisim, edhe me ditë çysh ndodh domethënë ndotja e ambientit edhe ndotja e ajrit, edhe momentet që është dioksidi i karbonit më i lartë, kjo jep si një lloj alarmit. Kjo pajisje është e lidhur me një faqe zyrtare në internet, ku çdo qytetar mund të kyqet për të parë të dhënat e përditësuara mbi cilësinë e ajrit. Zakonisht çdo dhënë që del prej pajisjes është automatikisht në web faqe dhe mandej secili mund të kyqë është faqja Air Visual, ku tregon dhënat reale, për shembull çdo sekondë, çdo minutë çysh është kualiteti i ajrit. Sipas të dhënave të fundit, cilësia e ajrit në qytetin tonë është shumë e mirë. Aktualisht, indeksi i cilësisë së ajrit është 6, çka tregon se ajri është i pastër, tha Çrmjani. Për momentin në qytetin tonë është kualiteti i ajrit shumë i mirë, domethënë është niveli është prej 0 deri në 100 që është për momentin tash është 6, që është kualiteti shumë i pastër edhe njerëz mundin shiu edhe hapësinën me dalë me hecë, me dalë me bicikla dhe një pas një ajër pastër. Çrmjani na shpjegoi edhe mënyrën se si qytetarët mund të kuptojnë kur ajri është i ndotur. Zakonisht shkojnë për shembull deri në 0 deri në 50 është kualiteti shumë i mirë, 50 deri në 100 është kualiteti që është mesatarisht, edhe përmi 100 që janë vlerat është domethënë ajri i dëmshëm, ku përdoret ose një mbas ose një mburoj për domethënë mos mi thithë dioksid karbonin. Sipas matjeve të deritanishme, ajri në këto zona ka rezultuar i pastër në shumicën e kohës. Megjithatë, vazhdimi i matjeve dhe analizave do të ndihmojë për të identifikuar periudhat me ndotje më të lartë dhe për të ndërmarrë masat të nevojshme për përmirësimin e cilësisë së ajrit.